Përshëndetje, mirë se erdhët përsëri në këtë video që ne bëjmë së bashku. Sot do flasim për një temë shumë të fortë, një temë shumë të bukur, një temë që të gjithë njerëzit pak a shumë e kanë dëgjuar dhe në Shqipëri tani dëgohet shumë, meditimi om. Çfarë është ky lloj meditimi, si mund të bëhet? Ne po bëjmë video për këtë gjë dhe do ta shikoni videon e omit në YouTube që të bëni meditim me të. Po para se të, do t'u jap një shpjegim ashtu siç e bëra edhe në live meditim dhe u premtova që do t'u jap si përmbledhje. Çfarë është om, ajo që ne e folëm bashk. Fjala om, fjala e shenjtë, frekuenca që liron fjalën, fjala që doli si origjina e krijimit. Të lashtët e njihnin dhe ranë në fuqinë e fjalës së folur. Mantrat e intonacionit të shenjtë lindor kanë zbritur për qindra vjet nga prift dhe priftëreshat e lëmurjes. Njëherë tjetër do flasim për këtë. Dhe gjithçka që del nga omi i shenjtë ndjek rrezet e diellit, përsëri në nënbërthamën e zjarrit. Ne ndjekim dritën brenda zemrës, përsëri në diellin e pranisë. Kur pohojmë fjalën om, ne pohojmë qënjen e vërtet. Të deklarosh atë qënje, do të thotë të dish se kush je, ose të mësosh se kush je. Om i shenjtë që ne intonojmë është tingulli i pathyeshëm. Është pafundësia. Nga omi vjen bashkimi ynë. Tingulli i fjalës, fjala e tingullit. Është një fjalë sanskrite, do të thotë unë përkulem, unë panjtohem, unë pranoj. Om, unë përkulem para Zotit, Perëndisë së plot fuqishëm, dhe pajtohem se jam biri i Tij, i dashur. Unë pranoj fatin tim të pavdekshëm. Unë pranoj përbërësit e realitetit tim. Unë pranoj flakën si Zot brenda meje. Om është simboli më abstrakt dhe megjithatë më konkret i hyjnisë. Unë jam një instrument i vetë realizimit. Ai që lirohet nga arti juaj ekzistues me anë të frymës së Zotit. Asnjë instrument mekanik, asnjë makinë, asnjë gjë fuqi njerëzore e apo i qytetërimit nuk mund të barazohet me omin. Me fjalën om janë rritur qytetërime dhe pa të kanë rënë qytetërime. Vetëm ju mund ta intononi omin, sepse ju jeni manifestimi, pra secili nga ne jemi manifestimi, dhe vetëm ne personalisht, pra kur e dëgjojmë dikush që e thot om, ne duhet ta themi dhe vetë, sepse vetëm ne po na sjell tek ajo jona, te manifestimi i Zotit. Nga kjo rrokje e përjeshme, gjithçka që ekziston del dhe kthehet në om. Shkruhet A, U, M. Dhe se cila nga këto shkronja përfaqëson një komponent të hyjnisë sonë. Çdo shkronjë është e menduar të shqiptohet veçmas. Kur e përziejmë Trinitin, ne thjesht shqiptojmë omin, por nuk sjellim qendrën. E kaluara, e tashmja dhe ardhmja frymojnë bashkimin. Ato janë një. Ne jemi gjithçka që jemi, si e kaluara, si e tashmja, si realizimi i të ardhmes. Omit, në lindje, hindut i referohen bashkimit ose Trinitit si Brahma, Vishnu dhe Shiva. Dhe në perëndim, ne jemi Ati, Biri dhe Shpirti i shenjtë. Koncepti është i njëjtë. Alfa vjen nga fjala greke, babai ynë, si iniciatori, krijuesi, fillimi, origjina e spiraleve të vetëdijes, të qënjes.
është tytja e fuqisë. M-ja, omega, om, i omegës është nënëson, përfundimi. Përfundimi një me shpirtin e shenjtë si integrues dhe shpërbërës të formës dhe mungesës së formës. Kështu polaritetet pozitive dhe negative të qenies shqiptohen nga Elohim në të gjithë hapësirën e kozmosit për mbështetjen e botëve. Nga Aja dhe Omega përmbahet e gjithë pafundësia e krijimit. Pra nga Aja dhe Omega përmbahet e gjithë pafundësia e krijimit. Dhe uja në qendër është kupa e krijimit që të përkëdhel vetja e vërtet, e vajosura, e krishtera, Buda e dritës që ti në manifestime universale, në manifestime të veçantë. Om, Trinity në unitet. Ti je qendra, kryevepra, uniteti i njëshit dhe fjalës, pikë mbështetja dhe tenënteksi. Krishti universal është fuqia e ruajtjes e përqendrimit, e kohezionit si identitet. Nga shtytja e babait, te kthimi i nënës, ti përfaqësohesh si identitet. Pra fjala om është fjalë e fuqishme. Është fjala që të lidh me atin, me nënën e shenjtë, të kaluarën, të tashmen dhe të ardhmen. Kur e shqiptoni, duhet ta shqiptoni një nga një. Mesi e përfundova këtë video, pasi ju them me gjithë shpirt kur po e shpjegoja, nuk po përqendrohesha dot nga drita që më kishte rrethuar. Uroj që këtë dritë dhe këto fjalë që u thash të prekin zemrat tuaja. Jemi këtu për të kujtuar se kush jemi, asgjë më shumë. Në qoftë se mua dikush më ka bërë të shikoj këtë, unë po e daj me shumë dashuri për ta shikuar ju. Në YouTube do të gjeni videon om. Dhe me sa kërkova, nuk ka shumë me zërin e një femre om meditim, as në platformat e botës. Pra, është një mrekulli, fjala om. Përpiquni ta kuptoni. Nëse keni pyetje më shkruani. Namaste.